poezi. Nuk do ta recitoj unë, por përkundrazi kam një të ftuar, një poeta me poezitë e saj. Është poetja Ariola Zadrima. Përshëndetje Ariola, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion e Mirëmëngjes Shkodër. Po ja, thamë në modja mirë. është një përshëndetje që e gjejmë edhe tek pjesëmarrësit e tjerë, por unë e kam thënë disa herë që duke qenë se jemi një institucion publik, na duhet që të respektojmë një normë, dhe e kemi vendosur në normën letrare. Por Nadia Mirë, si keni nje, si ka filluar. A keni pa me fjetë? Të gjitha këto janë shumë të bukura për Shkodrën, janë autentike. Por ne qëndrojmë në një mëngjes shkodran, sepse informacionet, impulset që na vijnë nga personazhet e ndryshme, nga aktor të jetës në Shkodër, na e sillin këtë atmosferë shkodrane që përshkon si një fill ditën këtu në studiot e radios. Të falenderoj që ke ardhur në studio. Je një poete që ke marrë pjesë në shumë veprimtari, një poete që shkruan vazhdimisht, madje je vlerësuar, ke hapur festivalin letrar këtu në Shkodër në tetorin e 2017-s, ke marrë pjesë në Prishtinë, në Kosovë me poezi tuaja. Çfarë mund të thuash për këtë aktivitet letrar që ta mbush kohën tënde? Nëse kam gjetë një vend për me marrë frymë, është poezia. Nëse më kalon kënaqësinë më të madhe, është prap poezia. Nëse më kalon një motiv për me pa ditën me të në ngjyrat e ylberit, është poezia. Sa bukur. Ju poetët flisni shumë bukur, Arion. Dhe me qenë se le të qëndrojmë të ky emocion. Unë dua t'i drejtohem një poezi e tënde, e cila ka qenë pikrisht edhe vlerësuar. Një poezi që ka shkuar pa autor në Kosovë, në një konkurs letrar, në konkursin Kult Plus, dhe që është vlerësuar. Mund të më thuash diçka për këtë? Poezia titullohet Po të due unë. Dhe unë e kam fillu, dëshira jam është me shkruar gënjesht. Këtë me thonë, e kam ndoshta sot ka kalu në një kaos, ka fillu si një dëshirë e pashmangshme, ndërsa sot ka kalu në një kaos të temen. Pse mos me shkruar gënjesht? Po, shumë bukur. Dhe po, ishte një konkurs i hapur online, miqtë e mi, po ta them më tepër, kështu se unë nuk është se shtyhem, edhe kam dëshirë, po nga njëherë momentet tona të jetës përditshme, nuk është se jena krejt vëmendshëm. Më njoftuan se ishte një konkurs online në trevat shqiptare, jashtë kufinit Shqipërisë, në Kosovë, Prishtinë, tek Kult Plus, Kult Strofa. Pora pjesë. Me atë kënaqësinë me kanë mes miqve të trevave shqiptare, jo gjithmonë të rrethit Shkodrës ose pak në rang kombëtar, edhe i fjem atë për thash. Duhet të fillo me guxu me hapa. Ndoshta jo vegan, po me hapa, dhe më pëlqen me guxu. Ndolli që i 19 dhe kjo ishte gëzimi im shumë i madh. Online? Nisa online. Mas disa kohësh, unë njoftova që isha përzgjatë në Reqen e poezive më të mira. Nuk e disha se ishin 150 poezi që ishin zgjallë prej atyre që ishin dërgu. Në ato 150, 10 ishin cilësu më të mirat, që do të ishin në natën finale, domethënë, do të që organizu në Prishtinë, ku unë fatkeqësisht nuk kam mujtë me marr pjesë nga xhamia ime, që ishte pak sa e pa disponueshme për me marr rrugë gjata. Bile nuk po kam turp me thonë, kisha një ndërhyrje kirurgjikale në ditën që nga më hin veçe. Dhe kjo ka qenë diçka shumë e bukur, një tingëllim jete, një tingëllim e bukur për të dhënë ty gjithmonë një kanë motivi jam i madh për më uçun kam, se është e vështirë më së hyrje. Ne kalojmë vargjet, vërtet më emocionojnë vargjet. Po të due unë, ba me dashton pranvera zgjohet mes dimnit. Anrat jargaviten si lule kacavjarë se nërmuret tuajt nalt. Ba me dashtun liria jote del prej guackës e shnërit perl në qafën temet barbë. Ba me të dasht forton, jehona stuhis ton lihet deri në gim. Dili linë gojen tane e vdes në gjitë e mi. Por unë nuk du, se poetja në muflen borën e trishtimit, e të rëshqet shpinës,
veç kur ti e shkrim. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Të falenderoj shumë që më solle mua dhe dëgjuesve tanë në këto momente, këtë emocion kaq të bukur, kaq të fuqishëm, kaq jetësor. Në fakt, Ariol, unë do dëshiroja të di atë impuls që të nxit drejt një krijimi dhe që atë proces krijues që të bën të marrësh letrën e bardhë, të derdhësh vargjet tuaja dhe ti formosh në një poezi. Kam një motiv shumë të larmishëm në jetën time. Është motivi më i bukur të cilin unë zgjohem çdo ditë me mendimin se jam njeriu më i lumtur në botë. Jam nanë e dy fëmijëve. Edhe me kanë nanë është shumë të ta thojnë impenjim e jemi është dhuratë. Edhe aty fillon ajo dëshira jame. Sa po i shoh ajo buzëqeshja aty në për mua më ngicilon shpirtin, si i thojnë. Edhe me të vërtet filloj, kam dëshirën me marrë, por jo pak është përditshmëria, jo pak janë momentet të cilat po jetojmë, të cilat kanë uljet edhe ngritjet, jo pak janë fëmijët kur vujnë, fëmijët që kanë sidomos fëmijët që nuk kanë prind. Ata më prekin shumë në shpirt. Jam e përditshme, tek e përditshmja, aty bazohem tek e përditshmja. Ecim në rrugë të qytetit tonë, ku shohim lloj-lloj çudish. Jetojmë në një epokë tranzicionesh. Të paktën për mua po. Kam dalë nga gjimnazi në tranzicion dhe më duket sikur nuk po marrën asnjëherë brezion prej tranzicioneve. E pra ngacmimet janë të shumta. Ndjesitë janë të shumta, ato përzidhen në shpirtin e ndjeshëm poetik të poetes Ariola Zadrima për të formzuar në fjalë, në vargje, në rjeshta, në strofa, madje në poezi të shumta, në libra dhe pjesëmarrje në konkurse. Është një rrugë, është një proces i përditshëm, do të thosha, diçka që të jep shtys çdo ditë, ashtu siç the ti, jo vetëm nga ndjesia e të qenit një qenie e ndjeshme njerëzore siç është nëna, por edhe një qenie mjaft e ndjeshme qytetare. Apo jo, Ariol, janë tema të ndryshme që ti ke trajtuar në poezitë tuaja? Cikull e tema të ndryshme, por e kam një moto. E kam një moto që më anë shpirtit me lanë dashnin. Është diçka shumë e pastër, na i thojmë purifikante. Në qoftë se nuk do ta kishim dashninë e pastër, nuk mund t'i shohim ngjyrat sa zgjohena. Do të kishim pa vetëm bardhëzi ose gri. Kam nevojë për të në ngjyrat e ylberit. Sa bukur. Dhe cila është poezia e radhës me të cilën dëshiron Dëshirojmë ju përshëndet, i dedikohet nanës teme, edhe tona nanave që janë në këtë tokë. Nan, ti që me sy të vujtshëm këndon melodi qërpiksh, ti zoje bekumes mbraktis kur duart më ndridhen, e ikjen ja u fali ditëve ku dielli njeh ftoft. Rrintojmë për shpërit, e hesht veç kur më puth. Ti që dashnin më mësove në lutje, në lot e në shpres, e me krejt mimiken, më citon vedin, që është veç një, për çdo epokë tjetës. Kjo fshbeku. Sa e bukur. Unë në veçanti do të dëshiroja të më racitoja edhe një herë. Po, diskutim. Nan, ti që me sy të vujtshëm këndon melodi qërpiksh. Ti zoje bekume s'më braktis kur duart ndridhen, e ikjen ja u fali ditëve ku dielli njeh ftoft. Rrintojmë për shpërit, e hesht veç kur më puth. Ti që dashnin më mësove në lutje, në lot e në shpres, e me krejt mimiken më citon vedin, që është veç një, për çdo epokë tjetës. Kjo fshbeku, edhe ti kjo fshbeku. Faleminderit të gjitha nënat. Të tana nënat, kjo Qofshin të bekuara me dashurinë, me atë dashuri që e mbështjell botën. Është e vërtetë. Është një dashni e pa kufishme. Nuk ka skaje, nuk ka kufi, është si qielli që kena, që s'dina ku mja gjetë fillimin as të fundin. Shumë bukur.
një poete mund të flasë kështu, por edhe një zemër nëne e një zemër bie, do të thosha. Është e vërtetë. Mirë, Ariola, më pëlqejnë këto poezi, ti je aktive, pjesëmarrëse në konkurset që paraqiten. Madje ke botuar një libër, po mendon diçka tjetër? Pa diskutim. Libri jemi parë ka arsi shtysë shumë miqve bashkë që mendoshin se kisha më shumë se sa një libër. Gjithmonë guximi për me botu është i fundit. Njeriu nuk njihet asnjëherë gati, edhe kur ke lexu klasikt e letërsisë, ti mendon se je shumë e vogël për atyne, për me kanë një rang ndoshta, ke dëshirë me kanë atë rangun e tyne. Edhe unë e kam titullu, ai titulli më ka ardhur vetvetiot, a bën me malshu pak rrugë. Është titulli i parë, i librit i parë. Ndërsa tash, po ju la vetëm një titull, edhe do ja la surprizën librit kur të vinë bas. Vetëm kaq mund të thënë. Libri i parë është një grishje e një zemre, e një shpirti, madje edhe një finesë shumë e madhe, një shpirti gruaje, por që gjithsesi të intrigon për poezitë tuaja. Në fakt, nëse do të marrim një fill dhe t'i mbledhim këto poezi të deri tanishme që ke shkruar, çfarë ngjyrash i përshkruajnë këto poezi? Sipas teje. Unë kisha me thënë, e përdora shpesh gjitha ngjyrat e ylberit. E ke parasysh atë qiellin gri kur veton? Ato janë poezit. Ajo vetima, ajo drita e vetimës. Nëse nuk e grishim qiellin me diçka, nuk kena me pas i herë dritën. S'ka me pas kohë të mirë nesër. Shumë bukur. Je pjesëmarrësja e parë e festivalit letrar. Çfarë impenjimi ke patur për të qenë e para në festivalin letrar të organizuar këtu në Shkodër? Ishte në fakt edhe për mua ishte një risi, edhe një klasi e jashtëzakonshme. Është ajo frika e mbrëmshme si po mpret publiku. Ka një ndër ato nisma që më kollon shumë kënaqësi. Të jep edhe atë dëshirën me u impenju, me thonë prej vetit ndoshta diçka të bukur nga një herë, më mirë me fol më thjesht edhe jena më të bukur. Por me publiku nifem nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet këtyne konkurseve letrare, të cilat gjithmonë miq letrar kemi gjetë në konkurset letrare, në për këto risi tjera. Por edhe ajo ishte një eksperiencë, mbeti eksperiencë shumë e bukur. Që të paktën të nesërmen kam pasur ndjesinë, i keni ha festivalin letrar, sukses, urime. Edhe ti gjen vetin para një publiku që nuk e din se ekziston ai publik. Kjo është kënaqësia që kam marrë. Mund të kalojmë tek një poezi tjetër? Kam marrë edhe një poezi testament. Ti vetëm lexohet që stam, kur ti kem dhënë za, damart janë qa, e ka rjall mungesa jote. Nuk i kam dy jetë, ku mundet me hy krejt dielli i kësaj bote. Në përplasaritit e kohës, rrezatojnë veç dramë sa dashnijet përjetshme. Bukur, shumë e bukur. Është ndoshta ajo mesazhi i poetit. Mesazhi i poetit që gjithmonë jeton me vargjet. Dhe vargjet ndjes janë aty për të qëndruar tek publiku që lexon, tek njeriu që ndjen, jo vetëm tek ai që shkruan. E bukura e poezisë është ajo kur ka kalu, kjo është shkruar në 2012. Kur ka kalu një farë kohet, edhe ti e ke sjell edhe një herë, edhe njerëzit e shohin si risi, njerëzit e shohin sikur ti ishe shkruar mram. Edhe kjo më pëlqen, ku gjehen prap. Edhe kur një poezi i mbijeton kohës, domethënë që ajo krijohet, ajo është për vetin. Ndoshta dëgjuesit që po na ndjekin në këto momente mund të thonë që Ariola është një pedagoge letërsie, mësuese diku, gjithsesi me letra, pra me vargje, ditë pas dite. Në fakt, cila është puna juaj e përditshme, Ariol? Puna jeme e përditshme nuk ka as pak lidhje me letërsinë, ka me terrenin. Unë punoj në një ndërmarrje të bashkisë, është krejt e këndshme për mendimin tim, është pak edhe merret me pjesën e përmytjeve, nuk po him shumë a thellë, pavarësisht se ka kanë shumë pak në dorën tonë këto kohë që ndodhit që kanë ndodhur, por
Ajo që më lidh me letërsinë është dëshira jeme e madhe me lexu. Edhe pa një libër në dorë ose pa një libër në një stek, nuk e shoh as ditën teme as natën teme. Është diçka, kjo është ajo. Në fakt, nga kjo studio Mirëmëngjes Shkodër, Ariola Zadrima na dha shumë impulse të bukura në këtë mëngjes, na dha jo vetëm një informacion dhe ndjesi pozitive me poezitë e saj, por ndoshta edhe një shembull të bukur të ndjekjes së pasionit, të ndjekjes ditë pas dite të ëndrrës, siç është letërsia, të lexuarit, poezia, dhe derdhjes së këtij frymëzimi në vargjet e saj. Natyrisht vargjet shumë të bukura dhe të ndjera krijuan emocion, besoj, jo vetëm këtu në studio, por edhe tek dëgjuesit që na ndjekin. Natyrisht ne do kemi edhe takime të tjera me Ariolën, por sot unë do t'ju them edhe në emër të dëgjuesve. Faleminderit Ariol, që ishe e pranishme në programin tonë. Kënaqësia është e jemi, faleminderit ju. Dhe gjithmonë suksese. Faleminderit pafund. Suksese Ariol.